Sot është dita e bletës dhe unë jam me bletëricin tim të preferuar për të treguar për një metodë që quhet apiterapi që bën të mundur kurimin e disa sëmundjeve. Ajri nga koshera e bletës vjen direkt në mushkëritë e njeriut dhe është shumë i pasur sepse ka një përqindje të mirë të përbërësit të polenit, të mjaltit, të propolisit, nektarit që i marrim ne në mushkërit direkt nëpërmjet të avullimit që bën bleta, dhe kjo ka qenë shumë rezultative për migrenën, për sëmundjet e mushkërisë, azmën, tiroidet, alergjit, kollën që kanë vazhdimisht disa persona. Kollën e thatë, po, ka qenë shumë e mirë. Njerëzit që e kanë provuar, domethënë, na ka lënë përshtypje shumë të mira, kanë kërkuar dhe të rikthehen përsëri. Apiterapia është kjo mbrapa nesh, kështu që do t'ju flasim dhe në vazhdim, po thjesht sot e sollëm si një ide për ta pasur. Sot është ditë e bletës, prandaj. Sot është ditë e bletës. Unë do doja që bota të funksiononte si një kosherë blete.